LDK dhe PDK reagojnë ndaj veprimit të Kurtit. Mandatar pa shumicë, një lojë për të fituar kohë. Pas vendimit për të dërguar te presidentja emrin e mandatarit të dytë për formimin e qeverisë, kanë ardhur reagimet nga opozita. Partia Demokratike e Kosovës e ka quajtur këtë veprim një tentativë për të zvarritur procesin politik, duke theksuar se mandatarit të ri i mungon shumica parlamentare. Sipas PDK-s, ky hap nuk përfaqëson zgjidhje të situatës, por është një lojë për të fituar kohë. Ndërkohë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e ka cilësuar këtë proces si shfaqje teatrale të mandatimeve pa shumicë. Të dy partitë opozitare vlerësojnë se pa një shumicë të qartë parlamentare, çdo përpjekje për formim qeverie është e destinuar të dështojë.